Këto janë plagët e emigrimit, si që pat vetë dërë të mëllëra të kyçera. I nisëm fëmijët me dur tona, e sot në kthejnë Markival. Këti fshati, kjo ngjarje si ka radha një herë, kur nuk ka bë vaki. Për kaq vite sa më nuk ka bë vaki të bjej këti fshati. Ne nuk kemi ndjuar. Sa do flasim më, jemi shumë të shokuar. Tani, çfarë duhet flasim ne për këtë familje? Kjo ka qenë familja më e rregull, familja më e mirë e fshatit. Për këtë tragjedi që na ka rënë, jo vetëm fshati, por gjithë zana, gjithë Shqipëria është zi për këtë pjesë. Çfarë duhet më thënë më tjetër në për këtë? Jemi shumë të shokuar për këtë ngjarje që na ka ndodhur. Një nga njerëzit më të afërm të familjes Kole, e cila u shua tragjikisht. Aja ka qenë familje më që edhe në Itali, që edhe në edhe që nuk ky zot u preshin paqe edhe që t'i havën më të kur u si drejt do të më. Unë kam qytet, e kam shpirë të shumë, vojta kapa kyqin, edhe hapa ka që o zot i mahës, që nuk kemi që t'i bëjmë atëre. Atëre, zotin dhe në paqe, nuk kemi që... ma i nënejnë. Për një gjatit i fshatit tonë, ne jemi gjithë shokuar. Jo vetëm fshatit tonë, por gjithë Shqipëria të këtë zi e madhe. Të famë edhe që nuk kemi as fjallë të krasë mua. Nga dy fjallë. Tani dhe ka keqë. A i keqë s'ka ku të dhejmë, një familje më rregullueshme, një familje e rregull, por fatkeqësia atyre. E fatkeqësia për para. Aq. E lutem që duhet ta këmbojmë me forcë. Rregull? Jemi të rënditur nga ngjarja që kemi marrë vesh. Nga keq, jemi fshim, të kemi fshatarin tonë, kemi shku mirë. Është një tragjedi e madhe për të familje. Sidomos për fëmijët, për të gjithë të katës të familje. Është gjë e madhe, në rënd për ne. Edhe si fshat, por edhe familja atyre mori fund. Ka qenë rapuntor, hallexhi. Biri si jati ka vdek, se ka pas të jatin, dhe shëntamë nga ata. Jati ka qenë burri mirë, elektricist. Ka gjithë ka rrit me sakrifica të fëmijët. Ja, tragjedia që na i mori jetën, që t'i bëjmë. Punë të Zotit, edhe atyre ashtu di çfarë të thosh. Kjo është për mua, ngushëllim e familjes, që t'i them tani. Jemi të shokuar nga kjo tragjedi që ka ndodhur në fshatin tonë, dhe jemi nuk gjejmë dot fjalë që të shprehemi. Ka qenë një familje e mrekullueshme, një familje e shkëlqyer, gjithmonë duke pa punën e vet, në sajt e emigrimit emigrou në Itali, edhe sot humbën jetën në mënyrë tragjike. Si u morë vesh lajmi? Me morë nëpërmjet mediave. Nëpërmjet mediave, në ditën mëngjes pa mediat, kanë mediat, u interesuam, ishte e vërtetë. Edhe jemi shumë të rënditur, nuk gjejmë dot fjalë si të shprehem. Kur janë larguar në emigrim? Kanë vite, fillimisht kanë emigruar në Greqi, bashkëshorti, pastaj emigruar në Itali, kanë 3-4 vite që ne atje emigruar në Itali, ndërtuan jetën atje me familje, ishin të përfitëri, taku, bisedu, ikën e sot presim. Të fatkeqësi që mos e rënë të sasmit. Jemi shumë të rënditur. Atë këtu në Grykshi Madh është marrë vesh një lajm shumë i kopshëm nga Italia, shuar tërë familja Kola. Si i keni njohur? Shumë të mirë si familje. Familje rregull. Familje rregull, punë të vet, në hall të vet. Po thaj, sidomos ajo nanë për ato fëmijë, shtrëtëru jashtëmase. Çfarë viti janë larguar në emigracion? Po kanë ato, kanë 3 vjet, 4 vjet nuk e di gjë tillë, se s'pi më mend se kur vet janë, kanë qenë shumë familje mirë. Një jetë të tërë e kaluar me sakrifica në emigracion, më herët në Greqi, më pas në Itali. Shumë të vujtur. Na ka ardhur shumë keq për atë familje.
Shumë keq, edhe për atë nanë, se si ka rritë të shkreta. Vetëm i rriti. I shoqja ka lanë shumë shpejt, ka ikur. Shumë keq. Shumë keq na ka ardhë. Nuk Si kemi... morët vesh lajmin e kopshëm? Ja, mas njerëzve, na mori një nipi imani na Italia, kështu kështu i teze, tha. U tronditëm shumë keq, shumë. Shumë keq na ka ardhë. Shpirti e tyre di, se si e ikën. Kur kanë qenë për herë të fundit me lagjet? I këtu në tukut kanë qenë për vitri, i takum. Edhe si ku thaj refugjatët, i dham dorën, i takum, i respektum njëri tjetrin, mirë, nejtën ai muj këtu si për festat edhe ikën. Shumë mirë, si njerës. E kemi vllaznin ton, po jemi shumë të kënaqëm, edhe sa që jenë këtu, shkojmë, vijmë, nuk ishim në një që e tujtë mos na folën, jo, ishin punëtorë, shikoshin hallën e vet. Shumë të mirë, për ne. Po, jemi shumë të rënditë nga ngjarja që ka ndodhur. Kemi robin tonë, u bë fjalë që na vjen keq, edhe vetë jemi të habitur, ndodhi kaq e papritur kaq shpejt. Se di çfarë të kush vetëm ngushëllime, jemi shumë të prekur, shumë të rënditur. Na mirë të mene që ndodhte kjo lloj gjëje. Na mirë të mene ndodhte. Jo vetëm kushëri, por edhe fqinj dhe për herë të fundit pas kanë qenë kemi tonë, kam kushërit parë, edhe Janë tonë. jemi tonë, e kupton, nuk bëhet fjalë. Motrë vlezë. Motrat, nona ime me nona e tij janë motra, e kupton. Jo. Përveç ngushëllimit nuk ke asnjë lloj reagimi tjetër më. Ka shumë keq. Disa kujtime tuaja me familjen e të ndjerëve. Kujtimet e mia me ata janë ku ka ardhur për vitri, si mjet. Kemi pi kafe, jemi përshëndetën e ka i shi. Ty jemi ndanë, kemi pas kontakt më. Sa i më punë, te, në këte, kjo ka qenë kontakt. Vesh në vitri.